dhe rëndësia, po sigurisht vitamina D. Ishte doza, sa duhet gjatë ditës që... Po, dozat janë të ndryshme, varet, janë njësi standardizume, cilat janë për shembull kur është për dikon 25 deri në 35 mg në litër, tash nuk po më kujtohet saktësisht, po janë dozat e vitaminës D, të cilat janë të mjaftueshme për organizmin. Në qoftë se janë më pak këto vlera, atëherë duhet të zaventësohen, thash, janë në forma të ndryshme, në formë të pikave, në formë të plakonave, në formë të tabletave, po varësisht prej personit se si ka vlerat e vitaminës D, ashtu edhe ne veprojmë dhe i ordinojmë. Sigurisht që nuk duhet me tepru, se po unë mendoj që në periudhën e dimrit sasi e vogël e vitaminës D, pa marrë parasysh si janë vlerat, duhet me marrë, meqense që thash në fillim, nëse na kanë dëgjuar, ndikimi i rrezëve të diellit është jashtëzakonisht i rëndësishëm në këtë periudhë, përkundër marrjes së vitaminës D. Po s'kemi rrezë të diellit, atëherë njësoj efekti është shumë i vogël në këtë rast. Sa mirë do ishte doktor të shkonim në një vend ekzotik, për shembull, ta merrim diellin direkt kështu. Po, t'ju them të drejtën, pacientat cilët vinë e kontrollohen tek unë, po edhe tek kolektemi, thonë doktor, unë vuj prej smundjeve astmës ose bronkitit, është mirë të shkoj në Prevall apo në Brezovic, po nuk është mirë. Nuk është mirë. Nuk është mirë për shkak të ajrit të ftohtë, për shkak të lartësisë mbydetare, është ulja e sasisë së oksigjenit, edhe unë preferoj nivelin 0 që do të thotë detin. Edhe ecje pranë detit është jashtëzakonisht e dobishme në këto raste. Sigurisht që ai që ka mundësi, se sigurisht këto shkuarjet kanë koste kështu me radhë, po jo vetëm gjatë verës, edhe pranë verës, po edhe gjatë periudhës së dimrit kur është koha mirë me diell, pse jo. Rrezet e diellit, jodi, ashtu pra. Edhe kjo e ka një emër nga gjuha greke, thalassoterapia. Nga gjuha greke thalas është deti, do të thonë terapia me veprim të detit. Po.